Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, të nderuar përcjellës të Allahut ton Xhevahirit, fillimisht e lutim Zotin ton Xhelle Xhelaluhu me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Zoti jon te bareke ve teala Allahun ton Xhevahirin ta ketë pranuar me iman, ta ketë pranuar me islam, ja ban baqe varrin e tina prej baqeve të xhenetit, kusurët, gabimet, gjunahet që i ka çdo njeri, Allahu Xhelle Xhelaluhu t'ja mbulon me mëshirën e tij të madhe, ja Rabbel Alamin. Të nderuar xhamatli, vdekja është mësim në vetvete. Këtë na këtu që tu shka e na mbledh, argumenton se qenja njerëzore ka vlerë të Zotit te bareke ve teala. Jemi mbledh këtë ta njerëz, këtë dashamir, miq, familjar, dosta, për me e përcjell një njeri e që kjo argumenton se ky njeri ka lënë përshtypje të mirë te juve. Nuk ka da dikush kohë, nuk ka da dikush nga jeta e vet, vetëm se ka lënë diçka nga sjellja e Xhevahirit tek ju. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve kaloi në xhenaze pranë xhamisë së tina, dhe njerëzit filluan me fol fjalë të mira, dhe Muhamedi alayhis salam tha, u bë obligim. Dhe një ditë tjetër kaloi një xhenaze e që njerëzit filluan me fol fjalë të këqija, dhe pejgamberi sa tha, u bë obligim. E sahabët thanë, ja Rasulullah, kur kaloi i miri, edhe kur kaloi i keqit, njëjtën shprehje e përdore. Thave u bë obligim. Çka u bë obligim ja Rasulullah? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur falet mirë, u bë obligim xheneti, e kur falet keq, u bë obligim zjarri, nga se ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. E Imam Ahmedi rahimahullah, njëri prej dietarëve të sot këtë keni dëgjuar prej 4 imamave të mëdhtë të muslimanëve, ju thonë të muslimanëve dhe ju thonë të krejt atyre të cilët talleshin me fenë e Zotit Xhelle Xhelalu, çka thonte? Thonte dita e xhenazës kallzon për njerin. Dita e xhenazës kallzon për një njeri. Andaj na lutim Allahun te bareke ve teala që lutjet tona Allahu t'i ban kabull për vllahun ton. Ajo çka neve na takon me ditë është se vdekja është akti më i lartë të cilin do ta përjeton një njeri i cili ka dalë në këtë dunja. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë i njohur prej tij se e ka përmend shpesh vdekjen. Dhe ju ka thonë muslimanëve, lagni gjuhët e juve, lagni mendjet e juve me përmendjen e asaj çka u aprish lezetet. Vdekja ta prish lezetin, vdekja ta prish komoditetin, vdekja ti prish krejt ta gjërat të cilat ti ke planifiku dhe ke andru për to. Vdekja nuk ta njefti postin, vdekja nuk ti njefti parët, vdekja nuk ta njefti hasedin, xhelozien, arrogancën, inatin, kryelarësien. Krejt pushojnë me këtë dhe. Andaj është i lumi ai i cili shkon te Allahu Xhelle Xhelalu me zemër të pastër. Ka nxjerrë Imam Ahmedi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kur Allahu e don një njeri pak para se me vdek, e shti me punue, e përdor Allahu Xhelle Xhelalu. I thanë sahabët, ja Rasulullah, shka i bje Zoti me sti me punue? Tha alayhi salatu wassalam, tha kur Allahu Xhelle Xhelalu don mi amor shpirtin dikujt me iman, pak para se me vdek e kthen ka Zoti, e kthen ka punë të mira, edhe ai jep zor me e kënaqë Allahu Xhelle Xhelalu që na shpresojnë vllai jon ti shkon prej aty në ja Rabbel Alamin. Edhe nga ajo çka na e njohim se vllau jon është përkushtuar në fund për Allahun te bareke ve teala. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam e përgëzonte çdo njeri për të cilin njerëzit thonin se është i mirë. Kur delte Muhamedi sa mbi afal xhenazën dikujna, çka u thonte? U thonte, o ju njerëz, ai ka borx dikujna që ky njeri? Nëse thonte dikush muja Rasulullah, i thonte alayhi salatu wassalam, apo ta paguaj apo ja ban halal. Nëse ja pagunte apo ja bante halal, pastaj e falte xhenazën. Andaj na ket duhet me ja bë halal vllaut ton. Që Allahu t'ja zgjidh njën e gjuhës. Ka se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka shlu një ditë prej ditëve një shok të vet në varr, ka nejt gjatë dhe ka kshir, edhe ju ka thonë të pranishve, ky tani mirët llogari. Tash ket na kena me shku na për veturat tona, na për fëmijët e ton, na për familjet e tona, ki vllau ka me met vet. Kush i ka met këtina? Vet Zoti Xhelle Xhelalu. Andaj ti kthehemi Allah, ti kthehemi rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të punojna për Allah, nga se këtu mrena ka thonë alayhi salatu wassalam, o shumë tërë. Veç Allahu e ndriçon me lutjet tona dhe me veprat tona. E lusmi Allahu Xhelle Xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala vllau ton t'ja ndriçon natën e varrit. T'ja zgjidh njën e gjuhës që ti përgjigjet me lekëve të Zotit Xhelle Xhelalu kur ta pyesin kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, edhe kush është
kibla jote, cila ka qenë libra jote. E lusmi Allahu xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala t'ia ruan familjar që i kanë mbet. Dua qetson zemrat, dua freskon zemrat. E vladve të ti Zoti t'i jap sabër. Allahu xhela t'i ruan me rahmetin e tina. Allahu ton xhelle xhelal, Allahu te bareke ve teala ja bof një vend në firdausin e tina ya rabbel alamin. A ja bani vllahit juve halal? A ja bani vllahit juve halal? Ja bani vllahit juve halal? E lusmi Allahun që Allahu ta fal këta, edhe neve që kena mbet Allahu na ruan me iman, na ruan me islam, deri ditën kur të takojna Zotin te bareke ve teala. Walhamdulillahi rabbil alamin.